Tërmeti shkundi jugun e vendit mëngjesin e sotëm, flet sismologu i njohur dhe zbulon detajet. Ishte në kufi me pllaka tektonike të Adriatikut. Vërtet? Korfuzi është rënditur në orët e para të mëngjesit të sotëm nga një tërmet i fuqishëm 4.7 ball i shkallës Richter. Lëkundjet e forta janë ndjerë edhe në jugun e vendit, Sarand, Himar dhe zonat përreth. Sismologu Edmond Dushi në lidhje me këtë ka thënë se kemi të bëjmë me një aktivitet të shtuar tektonik në afërsi të ishullit të Korfuzit. Ai shton se vihet re se javët e fundit ka patur një rritje të aktivitetit në të dyja skajet e pllakës tektonike të Adriatikut, duke nisur me tërmetet në Bosnjë, Itali dhe Korfuz. Kemi një aktivitet të shtuar në afërsi të ishullit Korfuzit në kufi me detin jon. Është një kontakt me kufirin e pllakave tektonike me pjesën jugore të pllakës së Adriatikut. Vihet re që javën e fundit kemi një rritje të aktivitetit në të dyja skajet e pllakës së Adriatikut, duke nisur me tërmetet në Bosnjë, Itali dhe Korfuz. Pason dhe atë të Malit të Zi. Ky i sotmi ishte 4.7 i shkallës Richter. Sa i përket madhësisë, shohim që është shtuar madhësia e tërmeteve të moderuara dhe që tregon shprehje të qarta të aktivitetit sismik në rajonin ton dhe të lidhur me aktivitetin gjeodinamik të pllakës së Adriatikut, tha ai.